Se dita më e errët është dita kur ndroi jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do të nisi radhiyallahu anhu لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشى kur ju randu së mundje pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam shumë I binte të fikët. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأفضل الصلاة وأزكى السلام على سيد الأولين والآخرين نبي الله الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه ثم ما بعد. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall. Salavat dhe selamet janë për pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, zotëriun e të parëve dhe të fundit nga njerëzimi. Lagni gjuhët e juaja me salat dhe selame për Muhammedin alaihi salatu wassalam. O ju vllazën, Imam Nawawi rahmetullahi alayh e ka regjistruar një hadith për hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në librin në kapitullin e sabrit, që ka të cilin e transmeton Enes ibn Malik radhiyallahu anhu. Por para se ta recitojmë hadithin, do ta dimë vëllazën se sprova dhe belaja më e madhe që ka goditur ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është vetë vdekja Rasulullahit alayhi salatu wassalam. Andaj edhe tha pejgamberi Allahu sa herë që t'ju godit një sprovë, një bela, a ne jemi te kapitulli I sprovave, tha kujtoja një sprovën time, lehtëson sprovat. Është në njëra prej luftave, në luftën e Uhudit, kur u kthyn sahabët radhiyallahu anhum nga lufta, njëra prej nënave të besimtarëve radhiyallahu ta'ala anha e prit të secila prej nënave e prit të djalin e vet, të burrin e saj, që të kthehet për lufte, me përja që burri nuk u kthy, edhe djali nuk u kthy, para se të dikshin vdek dëshmor në luftën e Uhudit. Mirë pa ju radhiyallahu ta'ala anha tha, si është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ata I than, I dërgumi Allahu të rgjallë është mirë. Tha vallahi nuk qetësohet zemra dhe sa të shoh pejgamberin e Allahut. Pas e kur e pa gjallë pejgamberin e Allahut, kullu musibetin ba'da musibetika ahwanu ya rasul Allah. Çdo sprov pas provës tënde është e lehtë pejgamberi Allah. Sprova ite është e rëndë, tjerat këtë durohen. I bëni sabër vdekjen e djalit, I bëni sabër vdekjen e burrit të saj, kur e pa gjallë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Para asaj ktheu një disa vite në Mekë, kur ishte vetë I dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam në Mekë me Abu Bekri, me Uthman radhiyallahu anhu, ende Omer ibn Khattabi se kishte pranuar Islamin. Kur në një ditë për ditëve vjen Abu Bekri dhe këmbgullet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një këmbgulje të edukuar, I dërguari Allahut, ta përhapim Islamin, ta shfaqim haptazi të flasin njerëz për këtë fe. Atëherë tha vetë Abu Bekri, unë e marr përsipër I dërguari Allahut të dal para mushrikëve. Dhe doli Abu Bekri radhiyallahu anhu bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam derisa aq shumë e raftën Abu Bekrin saqë krejt njerëzit në pranim mendon se ka vdekur Abu Bekri radhiyallahu anhu. E morën familjarët e vetë çon në shtëpinë e tij. Dhe në momentin kur ranëve të dije, pyetjen e parë që pyeti tha, "Keifa Rasulullah?" Sa është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atë nëna e vet ende nuk e njihte kush është Muhamedi. Dhe halla hipotezja e vet kush ishte aty afër, ende nuk e njihshin kush është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Derisa ato dërgun dikon që shkon të interesohet se ç'është Muhamedi, se nuk boshte rahat shpirti e Abu Bekrit radhiyallahu anhu, edhe se sa kishte rënë vetë dije për të rrahur atë tepërta që kishin bë. Pyetja e parë është si është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atëherë erdhën dhe ja pron lajmin se pejgamberi Allahut është me, tha nuk më zbutet zemra derisa të momentit më çoni ta shoh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E morën për krau me vështirësi mbashte Abu Bekri radhiyallahu anhu dhe derisa pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk u qetëson. Andaj këtu me mençurinë e madhe Imam Nawawi rahmetullahi alayhi e ka dërguar një hadith që ndoshta ndonjëherë dikush nuk e kupton se ç'nek I hadith në kapitullin e sabrit. Pikërisht e vllazën se këtu do të bëjmë sabër në belan më të madhe sprovën që ka goditur ummetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ajo është vdekja e dërguarit të Allahut alayhi salatu wasallam. Thotë Enesi radhiyallahu anhu, dita më e bukur në Medinë ishte dita kur erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.
Kurse dita më e errët është dita kur ndroi jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Enesi radiallahu anhu لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشى kur ju randu sëmundje pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam shumë I binte të fikët. Pra kishte sprova dhe bela të madhe sëmundje. Pse o ju vllazën Allahu t'ja sprovon sabrin, që të arrijë shkallën më të lartë të sabrit. Andaj nuk kishte shkallë më të lartë të sinqeritetit se shkalla e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. S'kishte shkallët e teubës më të lartë se grada që I arriti pejgamberi Allahu. S'kishte gradë më të lartë të sabrit që I arriti pejgamberi Allahu. S'kishte shkallë më të lartë të besnikërisë si I arriti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Të besimin në Allahun si I arriti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. U merren një shkallë për shkallave të devotshmërisë dhe të udhëtimit të robërit të Allahut, e që nuk e arriti pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam. A transmetohet në hadith që ai sallallahu alaihi wasallam u anku, jo vallahi. Thot vetëm se qalet Aisha radhiyallahu Aisha, më falni Fatime radhiyallahu anha u anku. Dhe kjo është natyrshmëri se grati më të dobta. Edhe tha wa karba aba që ka gjetë babën tim. Këto I vllazën ka disa këshilla e para se grati më të dobta se burrat, e dyta se vajzat janë shumë të prekshme kur e shohin babën në atë gjendje. Fa qala laysa ala abiki karbun ba'da al-yawm. Tha mos u mbërzitoj bia ime se pas kësaj dite ma nuk ka më mbërziti për babën tënd. Falamma mat qalet kur vdiq pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam tha ya abata ajaba rabban da'a. Deshte në një farformë radiallahu anha vetë ta ngushëllon vetën e saj, nga se s'kishte kush që ta ngushëllon o vllazën. Këtë sahabë radiallahu anhu ishin godit me këtë provë. Kush më në mirë të guximin të ngushëllon njëri tjetri. Aisha Fatimia radiallahu anha vetë ngushëlloi veten e saj dhe tha ya beta ajaba rabban da'a, o baba im ju përgjigje thirrjes së Zotit. Thirrja e Allahut është vdekja, thirrja e Allahut është kaderi. Këto është I vllazën një argument madhështor që pejgamberi Allahut ishte njeri si të gjithë njerëzit e tjerë, ai ante si hanin të tjerët, uriteshte siç uriteshin të tjerët, pra ishte pejgamber dhe I dërguar I Zotit sallallahu alaihi wasallam. Ai në fund ju përgjigj thirrjes së Allahut te bareke ve teala. Në atë moment kur I erdhi Gjibrili alayhi salatu wassalam wa khayyarahu, edhe I dha mundësi që të zgjedhën. A dëshiron o pejgamberi Allahut të jetosh në këtë dinja deri në fundin e zamanit, apo dëshiron vdekjen? Ai sallallahu alaihi wasallam e zgjodhi vdekjen dhe tha Allahumma rafiq al-a'la, o Allah e kërkoj shoqërinë me njerëz më të mirë, o Allah e kërkoj shoqërinë me njerëz më të mirë. Thot Aisha radiallahu anha par gruaja e vet, thot e ngriti gishtin e tij bujar sallallahu alaihi wasallam, edhe kuptova se ai e ka përzgjedh vdekjen dhe nuk e don më të jetën me ne, edhe tha o Allah me shoqërinë më të lartë, o Allah me shoqërinë më të lartë, derisa pa një moment ra gishti I tij bujar dhe u ngrit shpirti I tij bujar deri në qiejt e larta tek Allahu xhallahu ala. Ai Fatimia radiallahu anha bia e tij tha ya beta ila Jibril nan'a, o baba im, hallin ton dhe mbërzitin ton do ta ankojmë tek Gjibrili. Para se sa I mendonte se do të vjen prap Gjibrili në mëngjes dhe mbrëmje, por Gjibrili alayhi salatu wassalam nuk do të vjen në mesin e njerëzve me shpallje. Ai vjen vetëm natën e Kadrit alayhi salatu wassalam. Ishim mësu sahabët radiallahu anhu vllazën me xhliset e veta që ta takojnë Gjibrilin, bile dhe e kam pa disa herë në formën të njeriu. E diktoni shpeshherë mbas namazit sabah se si I binin djersat pejgamberit Allahut, ata e kuptoni se në atë moment vinte Gjibrili alayhi salatu wassalam. Pra mendoi Fatimia radiallahu anha se t'ja ankon halli Gjibrilit, por Gjibrili ma nuk zbriti. Ashtu si transmetohet ashtu se një ditë për ditë vllazën Ebu Bekri dhe Omeri radiallahu ta'ala anhum hynë tek Safia, halla e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe e mban duke qajt dhe I thanë oj nan, oj halla e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pse duke qajt? Tha wallahi nuk qaj për vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por me vdekjen e tij u shkëput qielli, lidhja mes qiellit edhe tokës, dhe Gjibrili ma nuk zbet me shpallje. Pastaj Fatimia radiallahu anha tha ya abata jannatul firdaus wa aktu ma yadhat kurajën dhe ngushëllimin e vetes së saj, kur I tha vetes ya abata, o baba im, jannatul firdaus është vendi yt, po wallahi atje është pejgamberi Allahut dhe atje inshallah taala do ta takojmë pejgamberin e Zotit sallallahu alaihi wasallam.
Më pastaj ju i vllazën Fatimia radiallahu anha mendonte se kjo sprove ka godit vetëm ata. Shkoi me të shpejt tek sahabët radiallahu anhum dhe ju tha atyre: "Etabat anfusukum min tahthu at-turab ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tha: "A u bën rahat, razi zemrat e juja ta varrosin pejgamberin Allah sallallahu alaihi wasallam?" Pra sigur mendoi se sahabët e kanë marrë me qetësi këtë çështje, kur e vërteta nuk është e tillë. Ata e kishin shumë vështirë radiallahu ta'ala anhum. Nuk dini se këta përzjedhi pe sahabëve radiallahu ta'ala anhum. Si pe tyre të riqishte. Ikte njëni, ikte tjetëri, s'deshte as njëri të gjuan dhe mbi trupin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E përzjedhën Fudajl ibn Abbasin, djalin e Abbasit radiallahu anhu, djalin e Axhës së vet, që të jenë në varë. Edhe Enesi radiallahu anhu, kurse nuk transmetohet për Ebu Bekrin dhe Omerin, ikni njëri, ikni e tjetëri. Por çka të bëjsh o vllazë? Suneti Allahu në tokë është që të gjithë do të vdesin. Allahu xhalla wala thot: "Innaka mayyit wa innahu mayyitun." Ti o Muhammed do të vdesish, por edhe ato do të vdesin. Thumma innakum yawm al-qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun. Pastaj ju do të ringjalleni tek Zoti juaj. Allahu xhalla wala gjithashtu thot: "Vdekja është hak. Kullu nafsin dha'iqatul maut." Çdo shpirt do ta shijon vdekjen. Thumma innakum yawm al-qiyamati kullu nafsin dha'iqatul maut. Çdo shpirt do ta shijon vdekjen. E kush largohet prej zjarrit të xhenemit dhe hyn në xhenet, fakat faz, ai ka shpëtuar me fitore të madhe. Mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Jeta e kësaj dunjaje është vetëm jetë mashtruese. Vdekja është hak. Të gjithë do të vdesim. Vdiq para nesh pejgamberi i Zotit, e vdiqën para ti edhe pejgamberët e tjerë. Kjo jetë nuk është e shkruajtur me që të jeton në të përshdoje për asnjë krijesë, bile për krijesave të Allahut alayhimus salam. Për asnjë krijesë për krijesave të Allahut, do të mbetet vetëm Allahu dhe fytyra e tij e gjallë dhe përjetshme te bareke ve teala. Elus Allahu xhalla wala që të dërgon salavat dhe selame për pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, aq sa është numri i yjeve në qiell. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah. Aq sa është numri i gurëve në tokë. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah. Aq sa janë pejgamberët e Zotit dhe aq sa janë dhe se kanë kaluar njerëzit e mirë në tokë. Dhe aq sa është numri i njerëzve e krijesave të mira në qiell që janë melekët e Allahut. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah. Aq sa ekziston kjo botë. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah. Aq sa është i rënd arshi Allahut azza wa jall. Paqja dhe mëshira Allahu xhalla wala qofshin të gjitha mbi ndjekësit dhe pasuesit e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Elusa Allahu xhalla wala që të ne qëndres në këtë fe derisa ta takojmë atë, nga se siç tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, derisa jem unë tha do të jem mbrojtësi juaj, po pas vdekjes sime keni frikë Allahun o ju robër të Allahut. Veçanërisht këtë hadith e tha kur të vjen Dejjalli. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك الأمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله يشفى الله يفتح رب العالمين.